Pas incidentit të rënd që u shënuar brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, ku gjatë transmetimit live të spektaklit Jozi Godili Gjesin, shërbimet e policisë menjëherë shoqërohen në komisariat Jozefin Markun, i cili u mori në pyetje lidhur me ngjarjen me fjalë dhe u la i lirë rreth orës 5 e mëngjesit. Pas goditjes, banori doli nga shtëpia dhe u fut në makinën e policisë me prangën e duar. Policia thotë se ndaj tij ka nisur një procedim në gjendje të lirë. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë nr. 6 referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetësin IM 29 vjeç, pasi gjatë transmetimit të një reality show ka qelluar me pëllim shtetësin BK, njofton policia. Akti i papranueshëm ndodhi gjatë transmetimit të drejt për drejt mbrëmjen e djeshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ky veprim i precedentit u transmetua në korale dhe u ndojsh nga një publik i gjerë kombëtar. Mbetet e paqartë arsye që shtyu Jozin të godisë gjestin, teksa ai do të hetohet në gjendje të lirë nga prokuroria e Tiranës.